Përshëndetje nxënës të klasave të shtata. Unë jam Kadria Arifi, mësimdhënëse në lëndën e matematikës nga Shkolla Fillore 7 Marsi në fshatin Opal. Njësia mësimore që do të zhvillojmë sot është thyesat, numrat dhjetor dhe përqindjet. Fjala thyes e ka kuptimin e grimcimit apo ndarjes dhe paraqet pjesë më të vogël prej tërësisë. Thyesat janë numra që na tregojnë se një send apo një tërësi në sa pjesë të barabarta është ndarë dhe sa prej tyre i kemi marrë, apo sa prej tyre na interesojnë. Për shembull, në fotografi shohim një tortë e cila është ndarë në 6 pjesë të barabarta, ku prej tyre ne kemi marrë vetëm një pjesë. Këtë mund ta shkruajmë si thyes 1/6. Pra, thyesa përbëhet prej vijës thyesore, numri mbi vijën thyesore që quhet numërues dhe numri nën vijën thyesore që quhet emërues. Emëruesi na tregon se në sa pjesë të barabarta është ndarë tërësia. Pra, ne kemi tortën që është ndarë në 6 pjesë, prandaj edhe emëruesin e kemi shënuar numrin 6. Kurse numëruesi na tregon se sa prej pjesëve të ndara nga tërësia i kemi marrë. Në këtë rast ne kemi tortën që kemi marrë vetëm një pjesë, prandaj numëruesi është 1. Thyesat janë shumë të dobishme kur diçka ndahet në pjesë të barabarta. Për shembull, si mund të ndajmë një picë në mënyrë të barabartë për 4 shokë. Atëherë, më e logjikshme do të jetë në qoftë se çdo picë do të ndajmë në 4 pjesë të barabarta dhe secili nga shokët të merr nga 3 pjesë. Në vizatim kemi një drejtkëndësh, të cilin e kemi ndarë në 2 pjesë të barabarta. Nëse e shënojmë si thyes, emëruesi do të jetë 2, kurse numëruesi 1. Me që vetëm njëra pjesë është me ngjyrë. Dhe mund të themi se 1/2 e drejtkëndëshit është e ngjyrosur. Gjithashtu, edhe për pjesën e pangjyrosur të drejtkëndëshit, ne mund të themi se 1/2 prej këtij drejtkëndëshi është pa ngjyrë. Me që gjysma e drejtkëndëshit është me ngjyrë, ne këtë mund ta shprehim edhe me përqindje dhe mund të themi se 50% prej drejtkëndëshit është e ngjyrosur. Kemi edhe drejtkëndëshin tjetër, të cilin e kemi ndarë në 2 pjesë. Mirëpo, ne nuk mund të themi se 1/2 e këtij drejtkëndëshi është me ngjyrë, për shkak se pjesët nuk janë të ndara në mënyrë të barabartë. Në këtë rast, çfarë bëjmë? Ne mund të vizatojmë vija të drejta dhe të ndajmë figurën në pjesë të barabarta. Tani ne kemi ndarë drejtkëndëshin në 8 pjesë të barabarta, prej të cilëve 3 janë me ngjyrë, dhe mund të themi se 3/8 prej drejtkëndëshit është e ngjyrosur. Për të shprehur pjesën e ngjyrosur si numër dhjetor, atëherë numëruesin e thyesës e pjestojmë me emëruesin e saj. Kemi thyesën 3/8, shënojmë 3 pjesëtin për 8 dhe fitojmë numrin dhjetor 0.375. Gjithashtu, pjesën e ngjyrosur nga figura për ta shprehur në përqindje, atëherë numrin dhjetor e shumëzojmë me 100%. Do të thotë 0.375 shumëzim për 100, që është 37.5%. Ne dim që kur shumëzojmë me 100 e zhvendosim presjen për 2 njësi djathtas. Pra, mbani mend se para se të caktojmë thyesën, duhet të sigurohemi që tërësia është ndarë në pjesë të barabarta. Të shohim shembullin 1, që thotë cakto
cila pjesë e rrethit është e ngjyrosur. Shohim se rrethi është ndarë në 3 pjesë të barabarta. Dhe nga kjo kuptojmë që për ta shkruar si thyes, emëruesi i saj do të jetë 3. Me që vetëm një pjesë është me ngjyrë, atëherë numëruesi do të jetë 1. Do të thotë kemi thyesën 1/3. Ndërsa për pjesët e pangjyrosura të rrethit, ne mund të themi se 2/3 prej rrethit janë të pangjyrosura. Shohim shembullin tjetër, i cili thotë cila pjesë prej drejtkëndëshit është e ngjyrosur. Pjesën e ngjyrosur shkruaje si thyes, si numër dhjetor dhe si përqindje. Atëherë, fillimisht shikojmë se figura është ndarë në 10 pjesë të barabarta, dhe nga kjo kuptojmë që emëruesi i thyesës do të jetë 10. Kurse pastaj numërojmë pjesët e ngjyrosura, dhe me që kemi 8 pjesë të ngjyrosura, atëherë mund të themi se thyesa është 8 të 10-at. Do të thotë se 8 të 10-at prej drejtkëndëshit janë me ngjyrë. Këtu kemi edhe një përgjigje të saktë. Mund të njësojmë se drejtkëndëshi është ndarë në 5 pjesë, prej të cilëve 4 janë me ngjyrë, dhe si thyes do të shënojmë 4 të 5-at. Thyesat 8 të 10-at dhe 4 të 5-at kanë vlerë të njëjtë. Pra, për thyesa të tilla ne mund të themi se ato janë ekuivalente. Nën B, për të shkruar si numër dhjetor, thamë që pjestojmë numëruesin me emëruesin e thyesës. Do të thotë 8 pjesëtim për 10 që është 0/8. Pra, ne mund të themi se 0/8 pjesë prej figurës është me ngjyrë. Për të shndruar në përqindje, duhet që të shumëzojmë me 100% numrin dhjetor. Pra 0/8 shumëzim për 100 që është 80%. Dhe mund të themi se 80% prej figurës është e ngjyrosur. Të shohim disa detyra nga libri, faqe 131. Do të paraqesim pjesën e ngjyrosur të figurave përmes thyesave. Pra, ne shohim që figura e parë është ndarë në 5 pjesë të barabarta, prej të cilëve 2 janë të ngjyrosura dhe këtë si thyes mund ta shkruajmë 2 të 5-at. Kurse figura nën B është ndarë në 6 pjesë të barabarta, prej të cilëve 3 janë me ngjyrë. Dhe mund të themi se 3 të 6-at e drejtkëndëshit e figurës është e ngjyrosur. Kemi figurën tjetër nën C, një drejtkëndësh që është ndarë në 8 pjesë të barabarta. Me që 3 janë me ngjyrë, atëherë si thyes do ta shënojmë 3 të 8-at. Shohim se figura tjetër është ndarë në 6 pjesë të barabarta, ku kemi 5 pjesë me ngjyrë, këtë si thyes do ta shënojmë 5 të 6-at. Figura tjetër paraqet thyesën 3 të 9-at. Kemi edhe drejtkëndëshin tjetër që është ndarë në 12 pjesë, prej të cilëve 6 janë me ngjyrë, dhe si thyes do të jetë 6 të 12-at. Dhe e fundit, edhe ky drejtkëndësh është ndarë në 12 pjesë, prej të cilëve 5 janë të ngjyrosura. Dhe si thyes do të jetë 5 thyje për 12. Detyra tjetër, këtu pjesën e ngjyrosur të figurave do ta shkruajmë si thyes, si numër dhjetor dhe si përqindje.
Nën A kemi një rreth të cilin e kemi ndarë në 4 pjesë të barabarta. Prej këtyre 4 pjesëve ne kemi ngjyrosur vetëm 3 pjesë. Atëherë si thyes do të jetë 3 thye për 4. Për të shkruar si numër dhjetor, ne thamë që numëruesin e thyesës e pjestojmë me emëruesin e saj. Do të thotë, kemi 3 pjesëtim për 4, që është 0,75. Dhe për të shkruar si përqindje, numrin dhjetor e shumëzojmë me 100 dhe kemi 75%. Nën B kemi rrethin që e kemi ndarë në 5 pjesë të barabarta, nga të cilët kemi ngjyrosur 3 pjesë. Si thyes do të jetë 3 thye për 5, kurse si numër dhjetor 3 pjesëtim për 5 që është 0,6 dhe si përqindje që paraqet 60%. Do të thotë 60% prej figurës është e ngjyrosur. Nën C kemi një figurë tjetër që e kemi ndarë në 4 pjesë të barabarta, prej të cilëve 2 pjesë janë me ngjyrë. Këtë si thyes do ta shënojmë 2 thye për 4. Edhe te kjo ka edhe një përgjigje të saktë, do me thënë këtë mund ta shënojmë edhe sikur 1/2, sepse gjysma e figurës është me ngjyrë dhe gjysma tjetër është pa ngjyrë. Si numër dhjetor, kjo do të jetë 0,5, kurse si përqindje do të jetë 50%. Dhe figura tjetër, kjo është ndarë në 10 pjesë të barabarta, prej të cilëve 8 janë të ngjyrosura, si thyes do të jetë 8 thye për 10, kurse si numër dhjetor 0,8 dhe si përqindje 80%. Detyra tjera për ushtrime mund të merrni nga libri, faqe 130-131. Kjo ishte e tëra, shpresoj që të keni kuptuar, ju përshëndes.